إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, jemi duke folur për vlerën e ditës së xumë. Kësaj dite që ne jemi të buar këtu, vlerën e saj dhe siç e pat në herave të kaluara që përmendëm gjithë ato shpërblime që i ka përmend pejgamberi alayhis salam me shpalljen nga ana e Zotit për ata që vinë dhe e falin namazin e xumës. Dhe përmendëm që veç një hap që ti e ban për të ardhur në xhami, për të falur namazin e xumës, na tregoi pejgamberi alayhis salatu wasallam që tha se veç një hap i juti është i barabartë sa një vit ibadet, një vit agjerim pa ndërprej dhe një vit namaz nate pa u ndalë kur veç për një hapin tanë. E nëse i ke bon 1000 hapa, 1000 vite kështu llogariti, nëse i ke bon edhe më shumë shpërblime. Pra këto shpërblime dhe të tjera, pastaj përmendëm që Allahu Azza wa Jall prej lart dërgon ankas do melek të dera e xhamis. Ka 2 melek të dera e xhamis do xhamie. I dërgon dhe i thot atyre 2 melekve ja jep lapsat edhe fletorët, edhe thot shënënja emrat e atyre që vinë të parë në xhami. Dhe llogaritnia dhe shënënja që ai që hyn pari do ta ketë shpërblim tek Zoti i Madhreshëm, sikur ai ta ka dhënë sevop, sikur ai ta ka dhënë sadok një deve, kaq to një deve të madhe, me dhon sadok, është ai që vjen i pari në xhami. Çfarë vlerë ka? Ai i dyti son një lop dhe i treti son një dash me brira, dhe i katit son një lop dhe i pesti son një pulë, e pastaj son një vezë, e pastaj tha pejgamberi sa meleket kur hyp hoxha në hutbe, pastaj meleket i mshelin fletorët e tyre dhe më nuk shënojnë emra. Dhe me meleket nuk shënojnë emra. Këtu vlera të mëdha janë për ditën e xumë. Ditën të cilën Allahu Azza wa Jalla krijoi Ademin alayhi salatu wassalam. Ditën të cilën Allahu Azza wa Jalla ia mori shpirtin Ademit. Ditën të cilën Allahu e futi në xhenet dhe nxjerri për xhenetit Ademin alayhis salam. Ditën të cilën do të ndodh edhe kiameti është dita e xumë. Prandaj këto dhe të tjera që i kemi përmendur pjesërisht për tyre tregojnë për vlerën e madhe të ditës së xumë. Dita e xumë është edhe festë e muslimanëve. Është festë. Nëse njëri don me di se cilat janë festat e muslimanëve, përveç ato vjetore, bajrami i madh dhe i vogël që i themi na, përveç atyre kena një festë javore. Ajo festa javore për neve është dita e xumë. Kështu na tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam hadithin që e sill Ibn Majah dhe hadithi është autentik, kështu Sheikh Al-Albani dhe të tjerë. Tha pejgamberi sa inna hadha yawmu eidin, dita xumë është ditë feste. Ja'alahu Allahu lil muslimin, Allahu këtë ditë feste se kam pasur ummete të mëhershme. I vetmi ummet që ditën e xumë e kemi si festë, me këtë këtu të mira nimete që Zoti i lëshon ditën e xumë, than këtë hadith është ummeti janë muslimanët. Faman ja'ala al-jum'a fayaghtasil, e kush vjen për ta falur namazin e xumës, vazhdon hadithi, e kush vjen për ta falur namazin e xumës dhe pastrohet mirë në shtëpinë e tij. E nëse ka ndaj parfum në shtëpinë e tij, e vendos edhe parfimin që ka në shtëpinë e tij. Edhe dhëmbët e tij nëse i ka të palar, i lar me misfak ose me ato që e luajnë rolin e misfakut me brushat edhe ato mjetet që janë tash bashkëhore. E pastron edhe gojen e tij. Kështu tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Allahu Azza wa Jall për me tregu se sa e vlefshme është dita xumë. A di se si ja pruni lajm pejgamberit alayhis salam.
Një ditë prej ditëve tregon vetë pejgamberi sa në hadithin që në Sahih Targhib ka thënë Sheikhul Albani hadithi është autentik I vërtet. Tha pejgamberi asam, një ditë prej ditëve po e tham shqip me shkurtu. Tha një ditë prej ditëve më erdhi mua meleku Xhibril. Dhe meleku Xhibril e kishte pasur një pasqyrë të madhe të bardhë të mirë në dorën e tij. E në mesin e pasqyrës ishte ka një pikë zezë. Edhe më erdhi Xhibrili mu, meleku Xhibril që ka punë shpalljet. Edhe I thash, o meleku Xhibril, çfarë aludan, çka është qëllimi ose çka është kjo pasqyrë kështu? Meleku Xhibril tha mu përgjigj dhe më tha kjo është, tha hadhihi al-jum'a ya'riduha 'alayka rabbuk. Tha o Muhammed, kjo pasqyrë që ta paraqita është dita e gjuma. Pra Allahu Azza wa Jall, sikur e krahasoi këtë ditë të bardhë të mirë, që ti e shikon veten tënde në pasqyrë, e fundi I javës me ka dita e gjuma, që me po javën tënde si e kalove, namazet e tua si të shkun, veprat e tua të mira gjatë ton javës si po, me po ti shihe veten tënde vet. Pro bëri një krahasim me një pasqyrë të mirë. Xhibrili që I erdhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa tha ja Rasulullah, li tekune leke iden wa li qaumike min ba'dik. Tha kjo është dita gjuma, kjo pasqyrë shka po e sheti. Që tjetë tha përveç kësajna, tjetë ditë feste për ty dhe umetin që vinë pas teje. Dhe tha o Muhammed, tha më tha kështu Xhibrili, o Muhammed, kjo është ti I pari këtë ditë, e pas te vinë jehudët e të krishterët, se të jehudët e kanë ditën e gjuma, e të krishterët jehudët e kanë të shtunën, e të krishterët e kanë të diellën. Tha pas te vinë jehudët dhe të krishterët. Tha dhe o Muhammed, tha është kjo ditë e gjuma për juve, që nëse ti e lyp një të mirë, prej Allahut Azza wa Jall gjatë kësoj ditës e gjuma, tha Allahu ka me ta dhënë edhe shumë më të mirë se sa që ti e kërkon. Prandaj është rast I volitshëm për neve gjatë ditës së xhumo, në veçantë që kam pas përmend dersën e parë krejt, për xhumon kur kam fol, e kam përmend prej masi kindis deri në akşam, mos e humni kohën diçka tjetër, vetëm se duke bërë dua dhe duke kërkuar Allahut Azza wa Jall të mira. Në këtë hadith tha Xhibrili, o Muhammed, është një rast që ditë xhumoja për juve, që nëse ju kërkoni diçka, Allahu atë të mirë kam ia dhënë. Po nëse kërkoni që Zoti më ju mbrojt prej një të keqe, tha Allahu ju prej asoj, por edhe henes diçka më të madhe, se so që ti ke paramendu, e keqe edhe më e madhe, tha Allahu ka më ju mbrojt. Tha o Muhammed, a e din na melekt se si e emërojnë ditën e gjuma që juve shtesa për mjetër. Do mos e ditën e gjuma që na e llogarismi që ju të rëndësishme. Një numër I muslimanëve sotit nuk e llogaris shumë të rëndësishme. Tha meleku Xhibril, o Muhammed, a e di se na meleke se si I themi, se si ka emrin dita gjumotena? Pejgamberi tha si? Ky tha, wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmul mazid. Na I thojnë në ditën e gjykimit, në botën tjetër, ku doni para Zotit, I thojnë ditës së gjuma, dita e shtimeve, dita e shtesave. Sot mira, sot shtesat I ban Allahu në veprat e tua. Na e përmenda veç një hap me bo, so një vjet, veç një hap për në gjuma, të janë shtesa për ty. Për ta tha na meleket a Xhibrili I themi dita e shtesës. Jo veç kaq. Po dita e gjuma është aq e rëndësishme. Edhe sidomos kjo që e përmenda pak, që këna pas përmenda edhe më herët, se dita e gjuma është dita në të cilën ndodh kiameti. E hadisi e përmendi pejgamberi sa më një hadith që edhe e sjellë Abu Davudi dhe të tjerë, hadith është autentik, sikur që thotë Sheikh Albani dhe të tjerë. Tha pejgamberi sa khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jum'a, dita më e mirë në të cilën ka lind dielli është dita e gjuma. Në çatë ditë tha pejgamberi, Allahu e krijoi Ademin. Wa fihi uhbit. Tha në ditën e gjuma Allahu e zberiti prej e krijoi Ademin, edhe në ton e zberiti prej xhennetit. Tha wa fihi tiba alayh, edhe në ditën e gjuma Zoti ja pranoi pendimin Ademit. Ademin alayhi salam Zoti madhëshëm e çoi në xhenetin që na e synojmë, e çoi në xhenet, I tha o Adem, merr çka dush, ha çka dush, pe çka dush, ka dush, veç që të pemë mos e prek, por e thej urdhnin e Zotit. E thej urdhnin e Zotit dhe ngrëni.
Allahu Azza wa Jalla bëri që Ademit prej kësaj që e bëri, edhe teshat e tij me i ra poshtë. Edhe teshat e tij me i ra poshtë. E u pendu, por pendimin kur ja pranoi Allahu? Pendimin Allahu ja pranoi në ditën e xhumo. Kështu tha pejgamberi alayhi salatu wassalam te wa fihi mat. Edhe në ditën e xhumo Ademi alayhi salam vdiq. Thot wa fihi taqumu sa'a. Edhe në ditën e xhumo ndodh kiameti. Edhe a di ç'ish vazhdon hadithi? Kjo është për cilën e silla hadithin. Tha pejgamberi se këtë hadith. E në çdo ditë xhumo, çdo xhalles është e friguar, çdo xhalles jashtë nga njerëzve dhe e gjinëve. Xhallesat, kafshët që ne kemi në shtëpi tona, kafshët, shpezet, krijesat e tjera friguhen kur vjen dita xhumo. Kjo është më na dhon neve mësim që kur vjen dita xhumo të paktën aty kërkojmë Allahut Azza wa Jalla të mira. Po pse frigohen? Sepse Allahu I ka qu lajm edhe krijesave të tjera se kiameti ka mendon ditën e xhumo. E ato si vjen dita xhumo mendojnë që tashti kiameti po ndodh. Kafshët që na I zojmë sikur gjon, shpezët që na I zojmë sikur gjon, mendojnë se kiameti ka mendon, edhe ato frigohen. Shpezët, kafshët, krijesat, xhallesat e tjera këtë ditë pejgamberi sa veç njerëzit dhe gjinët. Por pse ato frigohen? Dietarët Islam thanë, frigohen se Allahu veç I ka tregu se kiameti ka me ndodh. E për neve muslimane është fest, pse? Na gëzohemi me këtë ditë, se na e dim që para se me ardh kiameti janë të shenja, para se me ardh kiameti e Allahu krijesave të tjera, ato shenjat nuk ja ka shpjegu. Ato shenjat nuk ja ka tregu, e shenjat ja ka tregu veç njerëzve, që kiameti ka me ndodh me njerëzit e këshe, kur ndodh kiameti njerit mirë, mund ftyrë tokës në ka, e ndodh dhe shenjat e tjera të kiamit. Hajtë po përmeni blicërisht dhe njadi. Atë shumë e vlerësoj Allahu Azza wa Jall. Ditën e xhumo, sa që përmeni pejgamberi alayhi as-salatu një hadith që e sjell Imam Muslimi. Edhe a di çfarë tha? Allahu Azza wa Jall e ka bon një ditë tregu në xhennet. Një ditë tregu, një ditë që tu bohën xhenetlit. Edhe a dini se cilën ditë ta pejgamberi çfarë qëllon është ajo ditë? Ajo ditë në xhennet që njerëzit shkojnë në treg dhe për çfarë shkojnë, edhe çmimet edhe parja me të cilën blehen senet ato, a din cili është? Një subhanallah që e thët, një elhamdulillah që e thët e me senin çfarë ati po I duhet. Mirë pa në cilën dita? Është në ditën e xhumo. E kur shkojnë xhenetlit, Zotin abo për ty në jarab, e kur shkojnë xhenetlit ato hynë në treg, atëherë tha pejgamberi asëm fryn një erë e lehtë. Para ajo era e lehtë e xhenetit, ja shton bukurinë xhenetlive. E kur shkojnë te bashkëshortet e tyre, a din çfarë I thojnë? Thot mashallah, thot mirë keni qenë, po ju pas ka shtu bukuria në këtë tregun e ditës së xhumo që pas keni qenë ju pas ka shtu juve bukuria, ajo era që fryni e lehtë, ja levista pejgamberi dhe teshat e tyre që kanë të veshura, ja pas ka shtu bukurinë, e burrat e xhenetit ja u kthejnë bashkëshortet e tyre. Na pas ka ndodhur kështu, por edhe juve Allahu Azza wa Jalla ja u pas ka shtu bukurinë. A pse çfarë vlerë Allahu Azza wa Jalla dha ditës së xhumo? Nëse është kaq e vlefshme, pse na muslimanët talojmë anash ditën e xhumo? Pse nuk dim asgjë për ditën e xhumo? Pse nuk e lexojmë dhe nuk e studiojmë ditën e xhumo? Pse nuk shohim se çka tha Allahu pejgamberi dhe ata të parët tonë si e trajtuan këtë ditë e xhumo? Lutemi Allahun Azza wa Jall që neve muslimanë Allahu Azza wa Jall të na fal, et na mëshiron. Edhe në ditën e xhumo Allahu Azza wa Jall na ban për atyre që na fal mëkatet krejt, e më bon sebeb dita xhumo Allahun xhenet më na dërgu. Lutemi Allahun Azza wa Jall atin xhenet me të mirët, Allahu të na takon. E pristonin xhenet atje pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam të na ban. E muslimanët në këtë dunjë Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.